Viti 2025 ka shënuar një përkeçësim të dukshëm të situatës së përdorimit të narkotikëve në Kosovë. Dr. Zef Komani, psikiatër, tha se çdo ditë më shumë po rritet numri i personave që kërkojnë ndihmë në repartet e psikiatrisë, ndërkohë që edhe statistikat e policisë së Kosovës tregojnë për një qarkullim të madh të substancave narkotike në vend. Fatkeqësisht situata e keqpërdorimit të narkotikëve gjatë vitit 2025 është përkeqësuar. Dhe më thonë në njësë në prej dy parametra. Parametri par vizitat cilat bëhen në Departamentin e Psikiatrisë, po ashtu edhe në bazë të statistikave të cilat i publikon Policia e Kosovës. Sipas psikiatrit Dr. Zef Komani, shumica e narkotikëve përfundojnë te konsumatori final, ndërsa konfiskimet përfaqësojnë vetëm një përqindje të vogël të sasisë totale. Jemi të vetëdijshëm se çdo ditë më tepër është ushtu numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike. Nëse policia raporton që janë konfiskuar diku 1500 kg narkotik të ndryshëm, prej tyre afër 20 kg kokainë, nëse dihet që shumica e narkotikëve kalojnë në qarkullim, si në Kosovë po ashtu në krejt botë, atëherë domethënë sasia e narkotikëve të cilat qarkullon nëpër Kosovë, por edhe në Gjakovë është mjaft e madhe. Ai thotë se mungesa e statistikave të sakta në Kosovë vështirëson edhe më shumë vlerësimin real të problemit, ndërsa duke u bazuar në statistikat ndërkombëtare, vetëm rreth 25% e narkotikëve konfiskohen nga policia, ndërsa pjesa tjetër arrin tek përdoruesit. Na fatkeqësisht nuk kemi statistikat mira, sigurta, por Australia ka dalë me statistika zyrtare ku vetëm 25% të narkotikëve konfiskohen nga ana e policisë, ndërsa 75% shkojnë deri tek keqpërdoruesi i fundit. Një tjetër shqetësim serioz mbetet mosha e përdoruesve. Sipas tij, çdo ditë më shumë po përfshihen edhe mosha të reja duke filluar nga shkollat e mesme, por tashmë edhe nga ato fillore. Çdo ditë më tepër janë të keqpërdorur narkotikë të ndryshëm edhe mosha të reja, mund flasim edhe për shkollat e mesme, gjithsesi por edhe shkollat fillore, kuptohet ja fillojnë me marihuanë, atëherë më vonë. Unë frigona që pas 10 vite do të bëhet do të delë pa një bum i narkomanëve në shoqërinë tonë. Megjithatë, sipas psikiatrit Komani, shqetësues është fakti se gjithnjë më shpesh po evidentohen raste edhe me heroin, kokainë, LSD dhe substanca të tjera më të rënda.